kombëtare, sepse të mos dënosh genocidin serb në Kosovë, nuk do të thotë asgjë tjetër veç se të përkrahësh krimet e Slobodan Miloševićit në Kosovë. Pra rrjedhimisht të përkrahësh të gjithë atë masakër të pashëmbullt që detyroi NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të reagojnë aq fuqishëm. Ndaj nuk është çështje thjesht e vetëm politike. Unë i mirëkuptoj edhe parantezën tuaj, deklaratat politike janë tjetër gjë, qëndrimet politike janë tjetër gjë, por një vendim i turpshëm i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për të mos njohur genocidin serb në Kosovë nuk ka asnjë emër tjetër veç se tradhti kombëtare. Është Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Një akt që na diskrediton botërisht Shqipërinë dhe që nuk bën asgjë tjetër veç se çon ujë në mullirin e atyre kriminalëve që në fakt sot duhet të ishin në Hag, sepse dihet botërisht se kush i ka kryer krimet në Kosovë. Që po supozojmë që kjo qëndron, çka janë opsionet nesër, qysh nesër manifestohet vullneti popullor ose politik, ma shpjegoni. Së pari dua të ndaj me ju një vlerësim që shqiptarët dhe Shqipëria si shtet kanë mundësi sot të përkrajnë Kosovën jo thjesht dhe vetëm me një miting. Jo thjesht dhe vetëm me një protest. Që në vlerësimin tim nuk se prodhon përveç se askush sot nuk e vet dyshim që gjithë Shqipëria apo ata shqiptar patriotë të ndershëm janë në krah të Kosovës. Nuk ka nevojë që ne ta demonstrojmë këtë me një miting. Por një shtet serioz, një vend antar i NATO-s, një vend antar i OKB-s, një vend antar i Këshillit të Europës dhe të gjithë atyre organizmave ndërkombëtar, i ka të gjitha mundësitë që ta ndihmojë Kosovën, të ngrer shqetësimet, të ngrer zërin për Kosovën në të gjitha organizatat ndërkombëtare, të çojë ankesë zyrtare në gjykatën e Hagës. A mund të më thoni çfarë mund të prodhojë një miting në sheshin Skënderbej? Kush e ka vënë sot në dyshim që shqiptarët nuk e mbështetin Kosovën? Askush. Por pyetja që shtrohet është çfarë ka bërë Republika e Shqipërisë, shteti shqiptar, për të mbështetur Kosovën, për të mbështetur luftën e drejtë çlirimtare të Kosovës. Unë ju them që nuk ka bërë asgjë, dhe nuk e them unë, e thon aktet. Politika dhe qeveritë flasin me akte, nuk flasin me mitingje. Me mitingje flasin ata të cilët nuk kanë mundësi zëri i të cilëve të dëgjohet. Por sot të pretendosh të organizosh një miting, kur i ke të gjitha mundësitë që të flasësh me zë të lartë, me kokën lartë, që përfaqëson një kombë i cili është masakruar dhe që kur në historinë e vet nuk ka kryer asnjë akt agresioni ndaj asnjë populli fqinj. Përkundrazi ka qenë viktimë e agresionit kriminal, e gjenocidit kriminal. Nuk ka akt më të rëndë kriminal të dënueshëm në mbar botën se sa genocidi, se sa vrasja e të pafajshmëve, se sa vrasja e atyre fëmijëve edhe mira të tjerëve të cilët rezultojnë për fat të keq të zhdukur. Pra shteti ka mënyrën, ka mekanizmat, ka vendimmarrjen,